E ndjekëm materialin të përgatitur nga kolegja Jona Bibe Qaili, ashtu si që potencova në prezentimin e materialit. Ne sot në studio pikërisht kemi autorin e 2 botimeve të reja në fushën e mekanikës inxhinerike, statika dhe dinamika. Këtu me mua në studio kemi profesorin Isak Idrizi. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe është kënaqësi t'ju shoh sërish. Pas 2 vitesh, pra ishim 2 vite më parë, biseduam për këtë projekt dhe tani jemi në këtë fazën në përfundimin e projektit tani. Në këtë fazë. Në këtë fazë. Atëherë sa e nevojshme ishte botimi librave statika dhe dinamika për fushën e ndërtimtarisë dhe arkitekturës në vendin tonë? Por sa u themelua Universiteti Nën Tereza, që nga fillimi nisëm me Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe nevoja për këta libra ka qenë që në fillim për shkak se në semestrin e parë, 2 dhe të tretë këta libra trajtohen vetëm me studentët, por nuk është vetëm në ndërtimtari, kemi edhe degë tjera të inxhinierisë, të degëve teknikës që kanë nevojë për këta libra, edhe elektroteknika, makineria, mekatronika, hidroteknika, meqense hidroteknik nuk kemi ende si program, por shumica e këtyre degëve të teknikës, të gjitha e kanë nevojë, sepse kjo është një lëndë që trajtohet në fillim, është hyrje në inxhinieri. Si ka ndikuar të themi kjo mungesë deri tani në përgatitjen akademike të studentëve të inxhinierisë? Po edhe vetë një kohë kam qenë student i inxhinierisë dhe jam ballafaquar me këtë mungesë të literaturës, bashkë edhe me kolegët e mi, thotë që gjysmë shekullit themi që kemi universitete tona, jemi mësuar dhe unë e kam ndjerë personalisht këtë mungesë, është dashur me materiale, me skripta, me shënime ta studiojmë lëndën dhe mungesa është ndjerë kakmot. Tani me këta libra veç kemi bërë një hap shumë përpara për shkak se edhe mënyra se si trajtohet kjo lëndë është një jo përticim, por ristrukturim ose revolucion si në aspektin pedagogjik se si trajtohet lënda, por edhe materia që trajtohet në te. Janë libra që në botë trajtohen në çdo universitet me nam botnor, me këtë nivel, si që është i përgatitur ky libër, është revolucion për kohën që studiojmë tani. Nëse do të flisnim pak për librin dhe përmbajtjen e saj, duhet ta kemi parasysh një gjë që në gjuhën origjinale këto libra janë punuar prej më shumë se gjysmë shekulli, 70-80 vite më parë janë filluar të përpunohen dhe në institucionet botnore, arsimore, fillim duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në universitetet tjera në botë. Këta libra janë standard kur e trajtojnë këtë lëndë. Pra janë shumë të rëndësishëm dhe kanë qasje në botë, pra janë të shitura me më shumë se miliona kopje anë mban botës dhe paraqesin një standard të ri, standard të artë në mënyrën se si trajtohet kjo lëndë. Ne veç kemi mësuar nga kjo literaturë dhe e kemi pranuar si standard dhe në vend që të marrim tash ta rishpikim mënyrën e shpjegimit të materjes, e kemi marrur një bazë e cila përpunohet në vazhdimsi. Ky libër në gjuhën angleze dhe njerë të kthehem, tani kam rrinë në botimin e 12, 13, edhe çdo 3-4 vite përditësohet. Çfarë do gabimi, çfarë do risie, probleme me mira, probleme, se cilat libër veçmas ka në vetvete, të cilët janë të bollshme për studentët, për të mësuar, studiuar, kanë shembuj të zgjidhur dhe përpunimi i këtij materiali do punë. Dhe në Shtetet e Bashkuara ke institucione arsimore anë mban 50 shteteve, bashkëpunimi ndërmjet akademisë, studentëve është i gjallë, është i vazhdueshëm dhe nga një prodhim i një pune më shumë se gjysmë shekulli,
patjetër që do të jetë një cilësi e pakontestueshme për ne. Dhe tani unë jam mbështetur në këtë prodhim, kam trokitur tek dera e shtëpisë botuese Wiley me seli në New York dhe kam kërkuar që të më japin të drejtat e përpunimit të këtyre librave. Mund të na thoni se profesora ekzistonte mungesë e literaturës bazë dhe profesionale në gjuhën shqipe për këto lëndë? Për këto lëndë gjithsesi, por është një mungesë e thellë për shumicën e lëndëve të inxhinierisë. E kam nisur nga këto libra për shkak se janë pjesë e modulit bazë të inxhinierisë, ndërtimit të filloj tani, të flas për ndërtimtarinë, janë baza e inxhinierisë dhe një inxhinier i shkaftë sot, i përgatitur për sfidat e reja që paraqiten jo vetëm me zhvillimin teknologjik, por edhe ka ndryshuar edhe tregu i punës, kërkohen tjera aftësi tek inxhinierët dhe për t'i ballafaquar me sukses këta sfida të reja, inxhinierët e sotëm duhet të jenë përgatitur me njohuritë, këto janë njohuri klasike, por duhet t'i njohin mjaft mirë, t'i kapin në thelb këta problemet. Edhe pastaj të mund të ecin para me sfidat e reja që i kemi. Këta libra janë thelbësor, janë të domosdoshëm dhe është e mira janë, na tesh po flas për shoqërinë e akademisë, ndjehemi të lehtësuar që studentëve u kemi ofruar këtë material. Tash e tutje varet nga studentët që të pajtohen me këtë realitet të mirë, pozitiv, dhe të ulen dhe të lexojnë, të studiojnë. Pikërisht, mund të na thoni se pse statika dhe dinamika konsiderohen si shtylla themelore për formimin e çdo inxhinieri? Për shkak se një njohuri e zhvilluar nga shoqëria, nga njerëzimi, këto 2500 vite, pra më shumë se 2000 vite kemi një rrugëtim shoqëria e shkencëtarëve, fizicienëve, matematicienëve, që vazhdimisht kanë studiuar problemet klasike të fizikës dhe këto dy libra që i shihni përpara janë prodhimi, pra sinteza e gjithë asaj njohurie. Dhe nisemi nga këta dy libra dhe vazhdojmë më tutje me njohuri tjera për t'i themi konsoliduar njohuritë e domosdoshme dhe për të marrë rrugën drejt themi njohurive të reja të inxhinierisë, të cilët i zbatojmë vazhdimisht kudo që ndodhemi, edhe kjo situata ku jemi këtu, pra kemi kjo tavolina ose kjo hapësira ku jemi, ose telefoni, ose TV-ja, ose aeroplanet, raketët, satelitët, e të shkojmë dhe më dhe në hapësirë të gjitha këto zhvillime teknologjike, bazën e kanë tek dinamika, themi, dinamika e Newtonit që para 500 viteve i shtroi themelet e saj. Por të themi kjo stabiliteti ose baraspeshe e ndërtesës ose kësaj ku ulemi ne ose gjithçka bazën e kanë 2500 vite më parë në kohën e Arkimedit që trajtohet tek libri i statikës. Parimet që shtjellohen brenda këtyre librave nuk janë të shumta, janë të pakta, por ata paraqesin mishërimin e fizikës natyrës ku jetojmë me matematikën që e kemi zhvilluar si gjuhë për ta shpjeguar fizikën dhe kur i bashkon këta dy elemente së bashku që janë sidomos matematika si krijesa më e çmuar e njerëzimit bashkë me fizikën që është e natyrshme, jemi në gjendje t'i shpjegojmë jo vetëm dukuritë fizike që na rrethojnë ne, por edhe shkojmë më tutje tek sistemet planetare, kosmosi, galaksitë e kështu me radhë. Kjo nuk është diçka sot fantashkencë, nuk është para 500 viteve, kur ka munguar teknologjia që e kemi sot, matematicienët dhe dietarët më të zot falë teleskopave që i kanë pasur të zhvilluar, vazhdimisht e kanë futur veten në sprov para shoqërisë. Për shembull, 6 muaj më parë kanë parashikuar që në këtë pozicion me kënde të fiksuara vetë kanë parashikuar, kanë thënë në këtë pikë pas 6 muajsh ky planeti do të ndodhet në këtë pozitë. E paramendo ta vësh veten në një situatë të tillë, është një parashikim të thuash i vështirë, por matematikisht është e saktë. Këta parime që i kanë vendosur, që i kanë shtruar, që trajtohen në këto libra,
në fakt vazhdimisht i kam vërtetuar, edhe sot i vërtetojmë, keni dëgjuar pas 3 viteve, e 6 muajve, 7 ditëve, po e marr shembull kështu, në ora 12:15 do të fillon eklipsi dhe për 4 minuta do të jetë errësirë. Edhe thot në këtë pozitë të qëndrosh, edhe vendin të tregon në tokë se ku është sa. Edhe vjen ajo situatë, vjen ai moment, edhe e shef, si dhe në momenti së vërtetës. Po nuk doli ashtu, ja po themi, shkeca nuk është në ajo rregull, që shitet që është. Shitet që është. Po në fakt kjo nuk shitet. Fakt është. Sa e vështirë është për studentët të themi të përvetsojnë këto lond pa libra të strukturuar mirë dhe të përshtatura për programet tona universitare? Shumë pyetje me vend pa një literaturë të strukturuar mirë, është shumë më e vështirë dhe dua t'ju them që ndonë se libra duken frikësuese kur i shohin, kur e krahasojnë me një material skriptash 10 faqe, 20 faqesh, ndonë se duket sikur ka më shumë material, por libri të udhëzon hap pas hapi, të vish deri tek përgjigja, ta ndërtosh metodën e zgjidhjes së problemit, të vetëm një problemi, edhe pastaj atë metodë e ekstrapolon, themi, e përdor në çdo problem tjetër të ngjashëm, dhe lehtë e zgjedh çfarë do problemi që do të dale më parë. Pra, neve na intereson mënyra se si vim deri tek zgjidhja, dhe pikërisht në këtë aspekt këta libra janë jashtëzakonisht të mirë. Jo rastësisht bota punon me këta libra. Me këta libra. A mendoni se këto botime do të lehtësojnë procesin mësimor dhe do të rrisin cilësinë e studimeve teknike? Padyshim që të dyja aspekte kur flasim për lëndët që trajtojnë në këta 2 libra. Por, kjo është vetëm fillimi, për ta përmirësuar cilësinë e arsimit në përgjithësi, do na duhen edhe lëndët tjera të punohen në këtë drejtim, veç i kemi shënjestruar lëndët e radhës që i kemi marrë licencat për shqipërimin e këtyre librave. Nuk është veç përkthimi, por është shqipërimi. E merr, tjetër gjë është hapi i parë të përkthehet, pastaj duhet e njëjta të rishikohet, të riformulohet, komplet fjalia mund të ndryshojë në mënyrë që fjalia ta ketë shijen e gjuhës shqipe, të frymojë shqip. Dhe e mira është që ne si mësimdhënës të këtyre lëndëve vazhdimisht i shpjegojmë këto materje para studentëve tanë, edhe e dimë se si duhet të riformulohet. Domethënë, shqipërimi dhe përkthimi për mua janë 2 gjëra shumë të rëndësishme. Edhe të ndryshme. Dhe është shumë më vështirë të mbrish deri tek niveli i shqipërimit. E këtu, faqe për faqe, i ke kur ti mbledhësh, këtu diku i ke mbi 1200 faqe, kemi edhe librin e tretë të përgatitur, por edhe shqipërimi është bërë, por duhet tani edhe lektorimi, kontrollimi grafik, gabimeve drejtshkrimore gjuhësore, për atë presim vitin e ardhshëm ta qesim në botim. Ky projekt do të zgjatë, sigurisht deri në 2030, qofshim shëndosh, do të zgjate, por në fund do të kemi një paket, pra një grup librash, diku një 10 libra, të cilët më veç paraqesin një bazë të mirë, të shëndosh, dhe çdo student i ri që të vijë do ta ketë fatin që të shërbehet me një literaturë botërore, të cilësisë botërore, të punuar me vëmendje. Këta libra për mua nuk janë bërë veç ti botojnë për sy e faqe, sepse vetëm afër 10 vitesh do të bëhet. Sa kohë është dashur për ti përkthyer për ti bërë si duhet të themi libra që të jenë në duart e studentëve? Tani bëhen 7-8 vite, por në 7-8 vite 5 veta jemi si personel që drejt për drejt jemi angazhuar në vazhdimsi, pra merr kohë shumë, dhe para te jemi të vëmendshëm që libri të del, të botohet, të bëhet siç duhet dhe të qëndrojë për mod të modve, jo vetëm ashtu me një themi një veprimtari sezonale. Do të thotë të jetë një kohë të gjatë tek studentët, të cilët ata do të vendosin për të studiuar. Edhe e mira është se natyra e kësaj lëndës është më veç klasike, është pjekur mirë, është 400 vitet e fundit si shkencë,
nuk ka ndryshim kjo, natyra nuk ndryshon, është kjo, dhe e mira e kësaj është që vërtet bëhen një herë dhe nuk ka nevojë të përditësohen pastaj. Është njohuri veç e pjekur. Pikërisht, ne e pam edhe para se të vini ju këtu në studio, e pam materialin dhe gjithashtu nga kolegët e ju. Ky libër sa është mirë pritur? Kolegët e mi të akademisë ja dinë rëndësinë librit dhe me ata që bashkëpunojmë në universitetin tonë, sigurisht që çmohet, është vlerësim pozitiv. Për mua është shumë e rëndësishme si të ta gjykoj këtë libër shoqëria jonë, pra studentët e ri, ata që do ta lexojnë, dhe për mua ata do të jenë gjykuesit përfundimtar dhe normalisht cilësia nuk ka çka të reklamohet. Jam i bindur që pas 2 dekadash, 3 dekadash, këta libra kanë për të qëndruar dhe kanë për të kërkuar në vazhdimsi. Profesor, mund të na thuani se çfarë rëndësie kanë statika dhe dinamika në projektimin dhe ndërtimin e objekteve të sigurta? Po janë bazë, ashtu siç e përmenda statika që jepet në semestrin e parë të studimeve, i hedh themelet e paraspeshës së çdo trupi, edhe për ne në inxhinierinë e ndërtimit elementi kyç kryesor mbi të gjitha është baraspesha, pra ta sigurojmë baraspeshën e objektit. Ne dojmë që objektet të qëndrojnë statike, të mos lëvizin, të mos shemben. Në moment që nuk janë stabile, më veç është dështimi i projektit. Bazat i kemi tek ky libër. Nuk kam fjalë për të përshkruar se rëndësinë kyçe që e kanë këta 2 libra. Ky libri i 2 dinamika pastaj paraqet bazën pra për të shpier drejt një realiteti që ne me sy nuk e shohim, ne e shohim sikur shtëpitë, objektet tona janë fikse të palëvizshme, por në fakt ata marrin frymojnë, ndoshta me disa mikrometra, vazhdimisht nga zhurma, nga era, nga forcat e jashtme, nga ecja jonë mbi dysheme, ka deformime të cilët nuk i shohim me sy, por ajo tregon karakteristika dinamike të objektit dhe të jep parametrat bazë që të imponon, që të dikton se si do të sillet struktura në rastin e ngarkesave ekstreme të jashtme, siç janë ererat e forta, eksplozionet, tërmetet që janë një situatë shumë kritike tek vendi jonë, ku dim çdo 10 vite kemi nga një dridhje të tokës. Dhe ne duhet të sigurohemi që edhe në rastet të tërmeteve objekti të jetë i qëndrueshëm. Bazat e kësaj njohurie shtrohen tek libri i dinamikës. Këta të dyjat janë luajnë një rol të rëndësishëm pikërisht në fillimet. Si 2 duart tona. Mund të na thuani se si ndikon ose mund të ketë ndërtim cilësor pa njohuri të forta në mekanikën inxhinierike? Shumë zoje me zero. Nuk kemi çka flasim. Nëse të mungojnë bazat e dinamikës, ta dish që masa e objektit është inercioni, është ajo që të ndryshon të gjitha kushtet e baraspeshës së objektit në çdo çast të kohës, për shembull për një tërmet dridhet për 30 sekondat. Ne në inxhinieri e marrim atë 30 sekondë që ne ndajmë në çdo sekondë në 100 pjesë, copa dhe forcat që zhvillohen në çdo 1/100 e sekondit që ndryshojnë me lëvizjen e truallit, ndryshojnë forcat përgjatë krejt masës së brendshme të objektit dhe ose shkaku i inercionit që ka çdo objekt të mos lëviz nga forcat e jashtme, aty më veç ballafaqohen forca të ndryshme të cilët ne duhet i baraspeshojmë. Paramendo nëse 30 sekonda herë 100 matje në sekond bëjnë 3000 sekonda. 3000 matje të komplet konstruksionit ne duhet t'i analizojmë dhe t'i shohim që forcat që zhvillohen në çdo cep të asaj strukture nuk duhet, pra i kufizojmë të mos i tejkalojnë kapacitetet mbajtëse të strukturës. Është një llogaritje marramendse që gjithsesi na duhen edhe veglat tona teknologjike të sotme, programet komerciale që ekzistojnë, por që janë të përsosura, të përkryera për zhvillimin e këtyre llogaritjeve, dhe analizat janë marramendse që njeriu me dorë nuk mund t'i zgjedhë gjatë tërë jetës së vet,
edhe mund ta paramendosh se si ka qenë projektimi i objekteve 3-40 vite më parë dhe si është sot. Janë dy botra të ndryshme. Po, sot nuk mund ta paramendosh të bësh një projektim sismik të strukturës pa përdorimin e programeve komerciale. Pra sot informatika, matematika, fizika veç janë bashkuar dhe patjetër të tre komponente ti kesh të njohura mirë që ti mbërthesh dhe ta trajtosh si një sferë që e quajmë inxhinieri. Pra inxhinieria është e përbërë nga këto tre komponente që janë të pandashme. Duhesh patjetër ti njohësh që të trijat që të ulemi dhe të bisedojmë për inxhinieri më pas. Pikërisht. Profesor, çfarë pasojë mund të ketë mungesa e njohurive në statik dhe dinamik në praktikën inxhinierike? Pasojat janë që projektimet më veç bëhen të gabuara, nuk mund të flasim për projektim të mirëfill, që do të thotë se siguria e objekteve nuk arrihet shkencërisht. Ne kemi mundësi sot ta dizajnojmë që 99.99% struktura të jetë e qëndrueshme, stabile dhe në një formë shoqëria jone ka arritur një gjë të tillë sot. Megjithse shoqëria e inxhinierëve shkencor në tërë botën nuk ndalen këtu me kaq. Nuk janë të kënaqur tani më që objektet tona t'i bëjmë të forta dhe kur të ndodhe një tërmet i fortë të shpëtojmë jetë të njerëzish, ndonë se mund të pranojmë ndonjë lëndim ose ndonjë dëmtim të objektit, plasaritje, standardet tona evropiane, botnore, të gjitha e lejojnë një gjë të tillë. Por ne, shkencëtarët e inxhinierisë të themi, unë e quaj veten aty sepse merrem me këtë problematika, nuk ndalemi me kaq, jemi të interesuar ta përmirësojmë performancën e objektit në mënyrë që jo vetëm të pengojmë fatalitetet e njerëzve gjatë situatave të këtilla ekstreme, katastrofike, por edhe ti parandalojmë edhe lëndimet, si dhe të sigurojmë që edhe objektet, strukturat të jenë funksionale edhe gjatë këtyre objekteve, këtyre situatave ekstreme. Për shembull praktike kishim një rast tash në Turqi, këtë tërmetin vdekje prurës, një qytet të tërë e shembi, 40-50.000 të vrarë, tash s'më kujtohet numri sakt, por çfarë ka ndodhur një element që e flasim ne shumica jonë, por ndoshta jo shumë në shoqërinë e gjerë, ka pasur një spital në prani aty që edhe gjatë asaj kohe ka qenë funksional dhe ka shpëtuar jetë njerëzish edhe gjatë asaj kohe. Dhe nuk është shembur. Nuk është shembur jo se jo, por edhe elektriciteti nuk është humbur, funksionaliteti, pse për fal këtyre teknologjive bashkëkohore që i zhvillojmë tani për t'i realizuar këta objekte, pra me teknologjinë e re, por baza e tyre përsëri fillon nga këta dy libra, të kthehemi tek qëllimi ku patjetër njohuria e mirë e fizikës së një objekti duhet jetë pa diskutim, pra duhet të pastrohet ky problem që të mund të kalojmë pastaj tek njohuritë e reja, teknologjitë e reja të ndërtimit ku problemet e sismikës më veç janë problemet e shkuara. Edhe me siguri të lartë e siguron, pra mbi 95% të thuash, nuk do të ketë lëndime. S'po flasim për shembje. Kjo është e jashtëzakonshme. Profesor, mund të na thoni se pse është e rëndësishme që kjo fushë të trajtohet seriozisht që në vitet e para të studimeve universitare? Për shkak se është hyrje në këtë lami. Është pika e parë ku nxënësit e ri, të cilët porsa kanë mbaruar shkollën e mesme, hyrjen e kanë në këtë lënd ku fillojnë ta bashkojnë atë njohuri të matematikës gjatë 12 viteve, prej shkollës fillore klasë parë deri në vitin e 4 shkollës mesme, tërat matematikë që e kanë studiuar, tash e kanë hapin e parë në fakultet, në semestrin e parë, pikërisht me lëndën e statikës, fillojnë t'i bashkojnë ato njohuritë e algebrës, gjeometrisë, trigonometrisë, bashkë me njohuritë e fizikës. Ajo që ishte e thatë, e mangët, jo me fajin e tyre ose të mësimdhënësve, por të duhet gjuha e matematikës të mësohet, të mësosh objektet matematikore, grafiqet e funksioneve, logaritmet, eksponentet, algebra, trigonometria,
trekënshi sinuset I kemi dëgjuar si koncepte, duhet t'i njohësh mirë dhe pastaj ato t'i përdorish për t'i shpjeguar dukurit klasike të fizikës, siç janë paraspesha, forcat, rezultantja e forcave, lëvizja, shpejtësia, nxitimi, forca, puna, fuqia, ata koncepte që I kemi mësuar edhe në fillore edhe në të mesme, por me një gjuhë të mangët I kemi mësuar veç instinktivisht. Tani statika edhe dinamika shërbejnë si hyrje ku e tëra ajo njohuri veç e mësuar, ndoshta paksa edhe mekanikisht, këtu tash e lidhi me instinktin. Në moment kur e lidh inxhinieri I ri të gjitha këto komponenta, t'i lidhe me instinktin që ka, që veç I kemi ne, që nga koha kur rritemi, kur foshnja fillon apo njëherë nuk mund të qëndrojë në këmbë. Në moment që ngritet, mëson të qëndrojë në ja ku e kemi baraspeshën. Dhe instinktivisht e din që gotën kështu duhet ta lësh që të mos nëse e lën në këtë formë përmbyset. Fëmiu, foshnja e din këtë. Domethënë fizikën ne e kemi të trashëguar, ne jemi të lidhur si thënë me qenje, me mishe, me shpirt, me këtë gravitetin e ndjejmë që na tërhiq, na kap, na mban të ngjitur për tokë. Këto aspekte I dim, por duhet t'i lidhim tash me atë gjuhën e matematikës që njerëzimi me mijëra vite e ka zbuluar. Jo vetëm këta 2000 vite, kur të kthehemi 4-5000 vite më parë, para piramidave, në kohën e Mesopotamisë, si kemi Sumerët, që në atë kohë e kanë caktuar, e kanë vlerësuar matematicienët dhe shkencëtarët e asaj kohe, rrezen diametrin e tokës, distancën nga dielli, atsinë e hënës, domethënë janë marrë vazhdimisht me këto njohuri dhe sot kur I krahasojmë me njohurinë tonë dhe rezultatet që I kanë thënë ata janë 99% të krahasueshme. Atëherë profesor, në fund cili do të ishte mesazhi juaj për studentët të kësaj fushë? Unë do të kisha një porosi për shoqërinë tonë që ta marrim më seriozisht dhe fëmijëve tanë, pra gjeneratave që vijnë, fillimisht ti edukojmë që të lexojnë, do thonë dëshirën për të lexuar tua mbjellim, duke insistuar më tepër në lexim, në gjithsesi, jo rastësisht që në klasë të parë kemi matematikën dhe gjuhën shoqërohen deri në fund të gjimnazit të paktën, por pastaj vazhdojnë edhe më tutje varësisht ku e gjen drejtimin, por këta janë dy lëndët kryesore dhe nuk duhet të bëjmë kompromis në cilësinë, në standardet e vlerësimit të këtyre dy lëndëve të rëndësishme. Duhet të mësohen të lexojnë dhe atë kulturë pastaj kur të vinë në fakultet të vinë me atë kulturë të leximit, të ushtruar më, të themi. Dhe nuk jam shumë I lumtur të themi, ose nuk më pëlqen situata ku ndodhemi sot në këtë moment, pra të lexuarit ka rënë dhe shpesh I pyes edhe studentët, e dini librin e fundit kur e keni lexuar, kur është hera e fundit që keni lexuar libër. Vazhdimisht lexojmë lajme në telefon ose tash ka kaluar krejt në video, por ne nuk duhet t'i nënshtrohemi teknologjisë, ne duhet ta përdorim teknologjinë për t'i realizuar synimet tona. Pra është teknologjia shumë e mirë, por të përdoret ashtu si duhet, jo të keq përdoret. Ashtu si që përdorin shoqëritë e zhvilluara, të qytetëruara, flasim për të mos futemi tash në këtë, kjo është automatikisht një temë tjetër. Profesor, unë ju falenderoj edhe një herë, ju përgëzoj për libra, ju e cekët edhe në fillim që së shpejti pritet edhe vëllimi I tretë, pikërisht për këtë fushë, kështu që shpresojmë dhe besojmë që do ju kemi përsëri në studio dhe pse jo për të ndjekur edhe një herë një libër që do të jetë në duart e studentëve të ardhshëm të kësaj fushë. Unë dua t'ju falenderoj për ftesën dhe hapësirën që na jepni me këto veprimtari që bëjmë. Nuk është në shikim të parë diçka e tërheqëse dhe jashtëzakonshme,
por pikërisht për këte unë jam falenderues që e shikni rolin e librave dhe na jepni hapësirë çdo herë që vim me lajme të këtilla. Këtë përshtypje kam pasur edhe 2 vite më parë, kur doli vëllimi i parë dhe tani me vëllimin e dytë gjithsesi ndjehem shumë mirënjohës dhe uroj që të bijnë vesh tek nxënësit, tek studiusit e ri këto emisione. Unë do të përpiqem gjithsesi këtë ngjarje dhe ta shpërndaj me fal rrjeteve sociale që i kemi. Pra faleminderit shumë për ftesën. Ju faleminderit edhe unë edhe një herë.